investitor të huaj. Kem probleme të jashtëzakonshme në këtë drejtim. Së katërti, duhet ta rregullojmë një herë për gjithmonë çastin e energji elektrike. Një nga problemet kryesore edhe sipas Doing Business, edhe sipas të gjitha raporteve, Kosova ka probleme të jashtëzakonshme me çastin e energji elektrike. Që ne kupton, domethënë cilësi në energji, çmimet favorshme, edhe pako lehtësuese për biznesin në fushën e energjisë elektrike. Kur jemi te energjia elektrike, ZRE ka shtyp për një muaj aplikimin e tarifave të reja, me shumë gjaz do të ketë shtrenjtim të tarifave për konsumatorët dhe pastaj hyn edhe faza e dytë e liberalizimit të tregut të hapur të energjisë elektrike. Tash kush është treg të hapur, i dim ankesat që i kanë, që i përmendi po ashtu dhe Dresha i sonte, por edhe bizneset e vogla, bizneset e mesme, do të preken nga vendimi i ri me tarifat reja. A është edhe kjo një barë shtesë nëse shtrenjtohet rryma? Nuk e di nëse do të ketë dorë të shtetit në subvencionim të pjesës që i rritet çmimi. Po, është shumë e vërtetë, domethënë, realisht ZRE-ja nuk ka qenë si thuhet nën për kompanitë private, siç ka qenë KEDS dhe KESCO dhe NIRK për konsumatorët e Kosovës edhe për biznesin e Kosovës. Nëse nuk rrisim kapacitetet gjeneruese në energji elektrike, do të përballemi në mënyrë të vazhdueshme me rritje të çmimeve dhe me mungesë të energjisë elektrike. Unë këtu para vetes kam një dokument të ZRE-s që për të filluar një gjenerim të energjisë elektrike duhen 13 procedura me kalu vetëm për ta marrë një pëlqim. Domethënë një pëlqim për të filluar me prodhu energji elektrike, ku janë sfida tjera. Nëse kem barriera në të bërit biznes në Kosovë, nëse kem barriera në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese energji elektrike, këto probleme do të na përcjellin edhe për shumë vite të tëra. Këtë shqetësim e kam ngritë në mënyrë të vazhdueshme që 10-15 vite. Ende Kosova për 25 vite pas luftës nuk ka arritur të ndërtoj 1 megawatt nga buxheti i shtetit ose nga kapacitetet publike. Edhe ato pak që janë ndërtuar nga iniciativat private, shumica prej tyre ende nuk janë futur në funksion për shkak të barrierave të ndryshme. Sot ka qindra projekte, të cilat presin nëpër zyre të ndryshme të institucioneve të ndryshme, të cilat nuk po arrin të realizohen. Prandaj do duhet të lehtësohej në mënyrë urgjente të bërit biznes edhe të lehtësimit të iniciativave private me qëllim që të krijojmë kapacitete të reja gjeneruese në Kosovë. Nëse mbarem prej importit, ashtu siç po mbarem tash prej importit, atëherë do të nënshtrojmë rregullat të importit, ku secili e thonë që mafia energjetike rajonale po ja dikton Kosovës edhe çmimet. Natyrisht me përkrahen edhe të mafisë vendore.